Dhjetori është muaj kur të gjithë mbyllin një kapitull me dëshirën dhe shpresën se viti i ri do të jetë më i mirë se ai që lihet pas. Ky është muaj festave, përqafimeve me dashuri dhe tavolinave të mbushura plot. Mirë po dhjetori nuk troket njësoj në çdo derë, sepse ka edhe nga ata që i kalojnë në heshtje këto ditë festash, pa pasur mundësinë të ndjejnë atmosferën e ngrohtë. I tillë është edhe rasti i familjes Kaplanaj, nga fshati Buzmadh i Fierit. Për t'i takuar, na u desh të udhëtonim gati 150 kilometra larg Tiranës. Përshëndetje. Faleminderit. Kjo familje është e vogël, por sfidat me të cilat përballet çdo ditë janë shumë të mëdha. Këtu krijova familje time fillimisht, gjeta vjerin, burrin, këta dy. Që jetoni në këtë shtëpi ku jemi në aktualisht? Në këtë shtëpi aktualisht, po kjo shtëpia, unë nuk e dija që kjo nuk ishte jona. Shtëpia ka qenë i xhaxhait të burrit. Unë e dija si shtëpinë time gjeta burrin me shtëpi. Pse ata nuk ishin pasur një shtëpi të tyre? Ata kishin pasur një dhomë dhe u kishte filluar me të ranë dhe do i zinte poshtë. Dhe qa ishin bërë këta dy xhaxhallar? E kishe vizituar me njëri tjetri dhe gjyrna, se vjerin e kam pas të paralizuar unë, burrin me të meta mendore dhe i morën i futu këtu. Po ndjesinë e shtëpisë që të kesh shtëpi tate, unë nuk e kam përjetuar. Ideja e një shtëpie si pronë e tyre ka qenë gjithmonë një ëndër e paarritshme për zonjën 53 vjeçare. Megjithatë, ajo i mbetet mirënjohëse të afërmve që janë gjendur pranë dhe që e kanë ndihmuar, edhe pse sot shtëpia ku ata jetojnë nuk ka as pak lidhje me një banesë normale. Ka vdekur vjeri në 2019, pa mbushur viti vjeri, ma filloi maracatia. Prej 5 vjetësh, Bardha, bashkëshorti Luhani dhe djali i tyre 17 vjeçar jetojnë me merakun se banesa mund të shembet e gjitha nga momenti në moment. Dhe do na kishërën këta vali këtu në kokët e do kishim iku. Pra, su vaja shumë, pra, qaqe, një zhurë me madhe. Në krevat. Shiko dhe dyshemeja, si e ka dhënë ato kufina ajo, që lëvisë vëndi, ajo i ke shife, është hapur vetë ajo, këtë re unë aty. Këtu duket vërtet, shiko, është këputu rrës 4-5 cm, shiko. Ka ikë vetë se nuk e kam prishur. Shikoj dhe këtu që jeni prapë plasëritje të dyshemes. Po, ka ikur ajo, ka ikur e gjithë, ja, ajo po hapet, pak në lartë, pak në poshtë dhe ja po i kështu. Ashtu do vi këtu. Dhe neve gënjim vete se mi ha. Pa jo i ka dhënë shanjat në fakt. A ka thënë këtu kam quar robet, që ndërojemi që bëjmë, sepse në dollapin e kam bosh fare se nuk mbaj do të gjatë, jesa apo beje. Edhe këtu siguri s'kam, po hajde, që se siguri e ka porta. Skandal këtu, futet miu, futet marqja. Për t'i shpëtuar rrezikut që shtëpia mund të bjerë mbi kokë, familja e vogël Kaplanaj është vendosur në një tjetër hapësirë për të jetuar, që më parë shërbente si një ambient për mbajtjen e bagëtive. Flini 10 këtu, se kishim gjoja 2 dhoma andej, si që në ndodhi ajo. Gjë, i kemi ikur me fjalja dhe dritare s'ka, kemi me plasmasën e ty. Zihni pleu këtu, e ta që i kemi qëni plasmasë e ishi izaluar. Po si ja bëni tani në të ftohtë vetëm me plasmasë? Nuk i vjen i ftohtë këtu brenda në Ku të vjen ftohtë, ngrohtë këtu jemi në. Mbyllim derën, këtu në batanijet, dridhu dhe kaj, kjo është realiteti. Se kjo divan një voçkën, mi që se me voçkën, këtu fleu. Fletia. Këtu fleju. A të fle luale, a këta pastaj që i djali këtu. Shikon këtu ti këta divan të këto karrige të kjo televizori ka ardhë në Greqia, mi ka pru xhaxhaj mua. Unë time nuk kam asgjë. Që të them ore kam këta time. Kjo dhomë këtu nga që ka qënë për baktit, shosa lagështi, shosa mykë. Në një dhomë të vogël, pa dritare, ku i ftohti ndihet njësoj si për jashtë, duhet të jetojnë të 3 pjesëtarët e familjes, por akoma dhe më dramatik është fakti se krahas shëndetit mendor të bashkëshortit, 53 vjeçaria vua nga epilepsia, e pavarësisht se sëmundja e rikthehet her pas here, Bardhës i është dashur që të kujdeset gjithmonë për të shoqin, i cili për shkak të gjendjes shëndetësore ka sjellje të luhatshme. Bëhet agresiv, për momentin del jashtë kornizës njeriut. Dhe po e ndihmova unë dhe isha këtu ku jam. Pa unë ja bëj, mirë luan mirë, a ishtë në botën e vetë.
Nuk e kam që të qaj një hall apo që të lafus, nuk bëhet fjalë fare. I vetmi person me të cilin kjo zonjë ndan bisedat e përditshme është djali i saj, i cili po ashtu duhet të sakrifikojë shumë nga rinia e tij për t'ju ardhur sadopak në ndihmë nënës dhe babait. Djalin unë e kam 17 vjeç. Studion e kam qolë në këtë shkollë profesionale për veterinar. Ka një ditë të zakonshme djali tim është ngrihet në 6. Rreth në 20 minuta mi bën rrugën e kam në mëngjes, të vej do kapi autobusin që të iki për në shkollë. Kur kthehet nga shkolla, do vej atje te vendi punës dhe do presi sa të vijë orari, e merr punën në orën 3 edhe e lë në 11:30. Ka raste që ma bie në një shoku i vet, po ka raste që më vin edhe në kam. Kam shumë merak. Do ta pres djalit e pragu derës. O ma qa po ven. Në vëlla erdhe. Po pse bë kështu ma? Jo të keq lëzë, nuk dua që t'i fus frikë. Se po t'i themu që ka merak kështu. Ai dhe do tremet se fëmihesh. I ka thënë, o vëlla, lere këtë punë. Lere këtë punë se është i vogël, më thimse. O ma, ku të gjejmë? Një vetë këtë pyetje që më ka kthyer. Vetë të më shikoj ai Zoti i Madh. Se nëna di vetë çka e qëpërët. Qa punë e bën djali atje? Kamarje punor, ti merë ato lekët. O ma, mere o ma, me një si smjela për këta, për këta. është realiteti, është i hidhur. Më jep forcë, shumë i qetë djeli. Mirë po, 53 vjeçarja ndihet totalisht e pafuqishme, që nuk mundet i plotësoj të birit as kushtet më minimale për të bërë një jetesë dinjitoze. Sot me çfarë të ardhura që përballoni jetesën tuaj? Neve sot të ardhura kemi kempin e burrit, merr 119.000 lekë, bardha unë 119.000 lekë, kemi edhe 23.000 lekë ndihmë ekonomike. E kam ngritur zërin vend më vend, jam edhe zhgënjur, nuk më ka dhënë drejtim. Tek bashkia ti dhe ti he shkuar ndonjëherë të interesohesh çfarë ndihmë mund të t'japi? Te bashkia drejt për drejt ka takoj atë të madhin aty, nuk e kam takuar. Nuk bëm takime. Jam lodhur unë, kam bërë shumë, u shkënjeva jashtë masë dhe nuk vete me. Megjithse është e demoralizuar nga situata, e bindin bardhën për t'ju drejtuar sërish Bashkisë së Fierit për ndihmë, por përpara se të nisemi, zonja 53 vjeçare nuk harron t'i lërë disa porosi të shoqit, Luanit, për të cilin kujdeset njësoj si ta ketë fëmijën e saj. Po mërzite, mbulohet kohë kështu që të zëri çupi se do vi, unë nuk vënohem, shumë e gjysmore nuk vënohem. Unë jam Lorena, gazetare nga emisioni Piranja. Zonja Barda jeton në kushte të vështira, jeton në fshatin Buzëmadh. A mund të dim çfarë programesh ofrohen nga bashkia? Për programin e bonusit të qeras, ose familjet që kërkojnë të mbështeten me këtë program, plotësohet një sër dokumentesh të cilat mund të nxirren nga Albania. Po kushte tjera çfarë kërkojnë që ta dim pak a shumë? Kontratë qeras me pronarin e shtëpisë, sepse pagesa i kalon direkt në shtëpisë. Bonusi i qeras ofrohet i plot nga bashkia apo duke Pazë të ardhurat të familjes, qoftë se familja nuk ka të ardhura, qoftë rroga, sepse nuk mund të llogaritet nëse ajo merr pagesë se kemi, ajo llogaritet si ardhur zero, merret parasysh. Unë do t'jap edhe një listë me dokumenta, çfarë dokumentash duhet të plotësoni. zonja, do me thënë mund ta plotësoj gjithë dokumentacionin, mund gjithë kontratën, po varet pastaj a përzgjidhet apo jo? Nëse ajo është në kushtet që thotë se është, patjetër që do përzgjidhet. Pasi dorëzohet dokumentacioni, kur do bëhet shqyrtimi rasteve? Do dorëzohet dokumentacioni, do shikohet me një. Brenda janarit do kaloj në Këshillin Bashkiak. Pas këtyre fjalëve që na dhan shpresë për një zgjidhje të shpejtë, urojmë që Këshilli Bashkiak i Fierit të bëjë zgjedhjen e duhur, në mënyrë që viti 2026 ta gjej familjen Kaplanaj të lumtur në një banesë të re. Unë dua një shtëpi, të më plotësohet kjo dëshirë, këtë dua. Edhe po vdekja nuk kam problem, jam e ngopur pasaj.